Banorja e BVK-s, Alba, po kalon një periudhë të vështirë emocionale, duke u përballur me dilema të mëdha për të ardhmen e saj. Ajo është parë duke biseduar me veten, duke shprehur shqetësime se çfarë do të bëjë kur të dalë jashtë nga BVK. Kjo situatë ka ngjallur interesin e publikut, duke e bërë atë një nga personazhet më të komentuar në këtë edicion. Rëndimi i gjendjes së saj emocionale është i dukshëm, sidomos pas futjes së Limit në shtëpinë më të madhe në vend. Ky zhvillim ka sjellë tensione të reja dhe ka ndikuar në marrëdhëniet e saj me banorët e tjerë. Alba ka shprehur frikën se mund të humbas mundësinë për të ndërtuar një jetë të re jashtë BVK-s. Kjo pasiguri e bën atë të reflektojë thellë mbi vendimet e saj dhe mbi marrëdhëniet që ka krijuar brenda shtëpisë. Alba ka shprehur frikën se mund të humbas mundësinë për të ndërtuar një jetë të re jashtë BVK-s. Kjo pasiguri e bën atë të reflektojë thellë mbi vendimet e saj dhe mbi marrëdhëniet që ka krijuar brenda shtëpisë. Me kalimin e kohës, do të shohim se si do të evoluojë situata e Albës dhe çfarë vendimesh do të marrë ajo për të ardhmen e saj. Ajo do të arrijë të gjejë qetësinë dhe të përballojë sfidat e saj, apo do të vazhdojë të ndjehet e ngarkuar emocionalisht? Kjo mbetet për tu parë.